studio për sëri dhe vazhdojmë të jemi live tashmë për të folur për atë pjesën që e kemi kaq të nevojshme t'i themi shumë shpesh edhe në media, që ndonjëherë na duket si e lëm pas dore, por menduar thellë është pjesë shumë e rëndësishme e jona, ajo që ne përballemi me veten, në shkollë vetëm mes nesh dhe asaj letrës që prekim më duar dhe që ka vlera pafund, siç është libri. Në fakt her pas here kur flasim për librat, një ndër ato pyetje që duken si shabllone në fakt dhe shpesh dhe gazetarët i bëjnë është a ka moshë ky libër, dhe një ndër arsyet pse ne do të flasim për një libër sot dhe na bëri ta veçojmë nga të tjerët është pikërisht sepse është një libër pa moshë, mund të lexohet nga të gjithë dhe jo vetëm kaq, por një libër që na rikthen tek vetja, na rikthen tek pjesa jonë shpirtërore që të gjithë e kemi aty nga pak, por harrojmë ta ngacmojmë dhe t'i japim vlerat e duhura. Dhe për më tepër është edhe një best seller. Sigurisht që Maida Baron jam në studio për të prezantuar këtë botim të ri dhe për të folur pak dhe për këto sekretet që mbart një libër dhe e bën të veçantë nga të tjerë, siç është mosha dhe më i shitur, që do të thotë ka ca vlera përtej asaj që ekspozohet her pas here në media. Mirëmëngjesi, mirë se erdhe. Faleminderit gjithmonë. Në studion e re të shoh gjithmonë rrezullice. Faleminderit shumë. Jam e kënaqur të të kem këtu dhe ta nisim javën bashkë me atë që unë kam gjithmonë shumë për zemër të diskutoj në fakt në studio, që janë librat nga të cilat ne ushqehemi, është ai ushqimi i shpirtit siç e quajmë. Kësaj radhe kam sjell Panda e madhe dhe Dragoi i vogël nga James Norbury. Është një libër që e desha shumë që në momentin që e pash edhe mendova, do më thënë që është një nga ata libra që kam nevojë ta përkthej. Sepse këtu duket edhe pushtetje ose themi mundësia letërsisë për të shpëtuar momentin, për të shpëtuar jetën, e quajmë her pas here si libri që të shpëton jetën, por ndërkohë në fakt është një libër që të jep shumë frymëzim, shumë motivim dhe e the shumë bukur që është një libër pa moshë, sepse mendoj që ky libër i përshtatet si të vegjëlve, që ka nga ilustrimet, por edhe nga mesazhet që sjell, por edhe nga fakti që i përket edhe të rriturve, sepse secili prej nesh në çdo moment të ndryshëm të ditës apo të jetës mund të marrë një mesazh, mund të marrë një motiv, mund të marrë një frymëzim. Dhe Panda dhe Dragoi i vogël janë dy miq që përshkojnë të 4 stinët e vitit, që nga pranvera, vjeshta, pranvera, vera, vjeshta, dimri dhe kthehemi sërish në pranverë, si për të plotësuar një cikël jete. Dhe të dy tokë, pavarësisht se janë shumë të ndryshëm, qoftë nëpër masat trupore, qoftë edhe në mendime, e plotësojnë kaq mirë njëri tjetrin. Dhe ne është njësoj siç jemi dhe ne njerëzit. Do të thënë, italianët kanë një shprehje, il mondo è bello perché è vario. Do të thënë, bota është kaq e bukur sepse është e ndryshme. Dhe këta të dy miq shumë të ngushtë që janë krejt të ndryshëm nga njëri tjetri, por plotësojnë njëri tjetrin dhe janë aty për njëri tjetrin. Dhe prandaj mua më ka pëlqyer kaq shumë ky libër, sepse mesazhet që ka janë të mrekullueshme. Në çdo moment, në çdo faqe që mund ta hapësh, nuk është e domosdoshme ta ndjekësh ritmin një pas një, por ti mund të marrësh një frymëzim, mund të marrësh një motivim. Kuptohet që është një lloj sfide ta bësh librin në 2 gjuhë. Okej, ndalojmë pak këtu. Sepse e para ti e ballë për ballë me lexuesin, edhe me atë që di anglisht më mirë, edhe mund të korrigjoj, por edhe me atë që nuk e di mirë shqipen. Pra, ky edhe mund të të ndihmoj, por edhe në një farë mënyrë edhe mund të të nxjerrë zbuluar në thonjza tek lexuesi. Hera e parë që sjell një libër në 2 gjuhë si përkthyes? Jo, unë e kam bërë me poezitë e Ungaretit, që është ndjenja e kohës, është dhe më e vështirë. Por qëllimi i këtij libri në fakt është ndryshe nga ai i Ungaretit. Ndoshta atje unë guxova dhe ishte një lloj mëkati vaniteti, sepse ndoshta kur je shumë i sigurt ose je shumë i pasigurt, po ti do t'i tregosh botës sa e vlefshme është kjo puna jote, ndërsa këtu qëllimi ishte tjetër në fakt. Unë doja shumë që si fëmijët, edhe të rinj, që janë mësuar me anglishten dhe flasin anglishten në përditshmërinë e tyre kaq rrjedhshëm, dua t'i jap të kuptojnë që shqipja është
po aq e pasur, është po aq e bukur. Pra, ti nuk ke nevojë të shprehesh vetëm në anglisht, sepse gjuha shqipe të ofron dhe të jep mundësinë, domethënë në një varietet të jashtëzakonshëm sinonimesh, fjalësh të bukura, fjalësh të re, jo fjalë të reja, po fjalë të vjetra që rizbulohen, dhe gjen dhe ne shqipja i përgjigjet çfarëdo lloji regjistri. Të dy këta, domethënë miqt mund të tekstet që janë në anglisht janë përshtatur në gjuhën shqipe, nuk është bërë një përkthim i fjalë për fjalshëm, por qëllimi është që të jepet mesazhi, por në gjuhën shqipe tashmë. Pra jo thjesht një përkthim i thatë, fjalë për fjalë, sepse nuk të vjen mesazhet dhe nuk të vjen atmosfera. Ideja është që të përshtatësh atmosferën e tyre. Kështu që shpresoj domethënë që ta marrin në dorë si të vegjëlit, si të rriturit, që din anglisht, që s'din anglisht, por është një mundësi e mirë edhe për ata që duan të mësojnë shqipe dhe të zgjerojnë fjalorin e shqipes, fëmijët e diasporës për shembull, që e duan kaq shumë gjuhën, ta mësojnë gjuhën shqipe, por e kanë shumë të vështirë, duke qenë se jetojnë në një ambient tjetër, në komunitet në flitet tjetër. Jo, doja të pyesja se sa herë që prezantojmë libra të rinj, apo kur shkojmë qoftë në një librari për blerë një libër, duam apo s'duam, na orienton pak dhe fakti që janë më të shiturit. Nuk e di se sa mund të jetë një tregues ky, qoftë për të zgjedhur nga një përkthyes edhe për ta sjellë në gjuhën tonë një libër. Bestseller është kthyer si një mark tani? Unë mendoj që jo gjithmonë termi bestseller përkon me përcaktimin libri më i mirë ose letërsia më e mirë. Nuk do ta quaja një libër, një letërsi të mirëfillt, por është një libër që të frymëzon, sepse James Norbury, unë realisht e kam gjetur në Instagram, në rrjetet sociale, më tërhiqnin shumë ilustrimet së pari, sepse janë me bojkine, janë me akuarel, domethënë janë ilustrime kaq të ëmbla, ilustrimet dhe pastaj mesazhet që shkëmbenin panda dhe dragoj me njëri tjetrin. Siç duket njeriu ka nevojë për këtë lloj thjeshtësi ndonjëherë, por dhe ëmbëlsie, butësie. Në një botë kaq të egër ku jetojmë sot, kur për çdo gjë duhet të vrapojmë, ku duhet të fusim bryla, ku presim bryla nga gjitha anët, kur duhet të jemi të gjithmonë të ndërgjegjshëm sepse dikush po na bën dëm. Ky lloj libri mua sikur më futi në një paqe me veten time. Domethënë kisha nevojë të ndjeja këtë lloj qetësie, këtë lloj ulje të ritmit, këtë lloj dashamirësie ndaj vetes mbi të gjitha. Edhe ndaj njerëzve që na rrethojnë, jemi her pas here përgjigjemi keq, sepse jemi shumë të nervozuar, jemi shumë të ngarkuar me 1 milion gjëra, dhe nuk dim t'i përgjigjemi tjetrit kur na afrohet me butësi edhe me zemërgjerësi, ne i përgjigjemi keq. Dhe kjo është, domethënë, mua kjo më shqetëson, me thënë drejtën. Dhe ndoshta ky libër nuk do na ndryshojë se gjithë secilin, por sikur 5 minuta prehje të na japi, unë mendoj që është gjëja më e mrekullueshme në botë. Harta, thot, nuk ma tregon vendin se ku e duhet të shkoj, tha Dragoj i vogël. Rrugtimi yt nuk shfaqet në asnjë hartë. Duhet ta zbulosh vetë udhën tënde. Ky ishte një mesazh për mua sot, ndoshta. Sepse mendojmë që gjithmonë duhet të jenë të tjerët që duhet marrin vendime për ne. Ne kur do marrim vendime për veten tonë. Dhe si një nisje jave kjo, do me thënë, për të nisur një rrugtim të ri në këtë fund muaj dhe shumë shpejt një fillim muaj, janë vërtet që duket sikur ndonjëherë fjalët ne i kalojmë pa e menduar dhe nuk e kuptojmë atë pushtetin e madh që fjalët kanë në jetën tonë. Patjetër. Është fjala e rëndësishme, fjala ka peshë, fjala ka valencë. Imagjino për shembull pse shahet më thjesht në gjuhën e huaj. Sepse nuk na peshon, nuk na rëndon ajo, domethënë e themi pa menduar, por në gjuhën tonë nuk e themi dot. Sepse ka atë, domethënë ti njeriu i zgjedh fjalët me kujdes për t'u drejtuar personave të ndryshëm. Nuk mund t'i flasësh me të njëjtën gjuhë një njeriu që të flet ashpër,
sepse ti thua do t'ja kthej me të njëjtën monedhë. Por ama mendohu 2 herë, ndoshta ai tjetri ka kaluar një ditë të vështirë. Dhe po të shfaqesh ti një lloj butësie ndaj tjetrit, edhe ati mund t'ja ndryshosh ditën. Po. Dhe ky libër të fton ta bësh këtë gjë. Nuk po them ta mëson, por të fton ta bësh këtë gjë. Të jep një botë kuptim tjetër, ose një faqe tjetër, nuk po them botë kuptim tjetër, por një faqe tjetër. Dhe James Norbury i është drejtuar vetë, si thua, ka qenë në nevojë në periudhën të vështira të jetës së tij, i është drejtuar spiritualitetit budist. Unë vetë e kam eksploruar gjithmonë këtë pjesën e budizmit, kam lexuar shumë që nga Siddhartha, që më frymëzoi, libri Siddhartha i Hermaneses, dhe gjithmonë kam menduar që ne perëndimorët jemi shumë më të egër me njëri tjetrin se që janë lindorët. Do me thënë, edhe me veten, ne fajsojmë veten për shumë gjëra, edhe me të tjerët, edhe me botën. Dhe nuk arrim kur të gjejmë një lloj paqe me veten. Ndoshta është momenti, ose unë kisha nevojë për këtë gjë, për ta falur veten për shumë gjëra, për të parë veten time me një sy tjetër, edhe për të marrë vendime të tjera që të më sjellin këtë lloj butësie ndaj vetes mbi gjitha. Na futen në mendime tani. Ai, mua më vjen keq që për shkak të informacionit të patëm shumë ndërprerje për të kapur kohë dhe për të qëndruar pak më gjatë bashkë. Megjithatë unë mendoj që ca mesazhe i dham në këtë nisje jave. Unë falenderoj për kohën tënde. Faleminderit ju, shumë kënaqësi. Kënaqësi gjithmonë. Faleminderit. Publicitet me të ftuarin e dytë pas pak.